Kur mendon për amishët, gjërat e para që të vinë ndërmend janë karrocat e vjetra, familjet e mëdha dhe një jetë lutjeje. Por pas atij imazhi të qetë, fshihet një realitet tjetër që nuk tregohet kurrë. Në shtëpitë e tyre, çështjet intime nuk diskutohen, ato supozohen. Askush nuk shpjegon asgjë dhe të gjithë sillen sikur dinë çfarë të bëjnë, edhe pse askush nuk i ka mësuar. Nëse diçka të shqetëson, hesht. Nëse ka dyshime, ata përballen me to vetëm. Marrëdhëniet ndërtohen pa udhëzime, dëshira lihet më njanë dhe emocionet nuk kanë vend. Gjithçka duket se funksionon, por ajo që nuk thuhet përfundon duke shënjuar gjithçka. Ky dokumentar nuk ka për qëllim të zbutë ose gjykoj. Do të zbuloj vetëm atë që është fshehur për breza të tërë. Çfarë ndodh me dëshirën në një botë ku ndjenja është jashtë vendit? Mirë se vini në Mundare. Sot do t'ju tregoj. Le të fillojmë. Është ndaluar të flasësh për kënaqësinë në shumicën e komuniteteve amish, ideja që seksi mund të ketë të bëjë me kënaqësinë thjesht nuk përmendet. Për ta, çështja lidhet me detyrën e të pasurit fëmijë, jo me kalimin e kohës së mirë. Meqense janë të vegjël, askush nuk u thot atyre se mund të ndjejnë diçka të këndshme. Ata e lidhin më shumë me rregullat sesa me emocionet, dhe nëse dikush përmend diçka tjetër, ata e ndryshojnë menjëherë bisedën. Çiftet, pasi martohen, bëjnë atë që duhet të ndodhë. Ata prekin njëri tjetrin sepse është gjëja e duhur për t'u bërë, jo sepse duan ta bëjnë. Disa e bëjnë pa menduar shumë, të tjerë hezitojnë, por prap e bëjnë. Ajo që ndjejnë nuk diskutohet, askush nuk pyet nëse tjetri është mirë, askush nuk u thot nëse diçka i shqetëson. Veprimi fizik bëhet në heshtje dhe heshtja ruhet edhe më pas. Gratë e përjetojnë atë me më shumë pasiguri. Shumë veta nuk e kuptojnë nëse ajo që mendojnë se është e lejuar apo jo. Disa besojnë se është mëkat të ndjesh kënaqësi, të tjerë as nuk e dinë që ekziston. Ata thjesht e dinë se duhet të jenë të disponueshëm. Nëse kanë frikë ose nuk u pëlqen, nuk e thonë, ata e përballojnë atë vetëm, sa më mirë që të munden. Burrat ndonjëherë përsërisin atë që dinin në rinin e tyre të lirë, por kur nuk e vlerësojnë atë, ata vetëm e kopjojnë atë. Ata mendojnë se pajtueshmëria do të thotë të ndjekësh atë që kanë mësuar në praktik, pa marrë parasysh përvojat e palës tjetër. Ideja që të dy mund të shprehen ose të ndryshojnë diçka nuk ekziston, askush nuk ua mësoi këtë. Midis të martuarve, ka nga ata që distancohen. Nuk është se e refuzojnë njëri tjetrin, është se nuk e kuptojnë njëri tjetrin. Ata nuk e shikojnë njëri tjetrin, nuk e përkëdhelin njëri tjetrin jashtë aktit fizik, dhe kur gjithçka mbaron, ata rifillojnë detyrat e tyre sikur të mos kishte ndodhur asgjë, sikur kjo të ishte normale. Në disa shtëpi, njerëzit përpiqen të shmangin kontaktin. Gruaja thot se nuk ndihet mirë, burri shkon në shtrat herët. Nuk ka ankesa, vetëm ndarje, sepse të pranosh se diçka nuk shkon do të thotë të hysh në një territor që të gjithë e shmangin. Kur një grua guxon të thotë se nuk dëshiron të vazhdoj, bëhet një trazir. Jo sepse burri mërzitet, por sepse nuk thuhet. Peshkopi mund të përfshihet, komenton familja, dhe gjithçka ka të bëjë me ruajtjen e strukturës, jo me kuptimin e asaj që po ndodh. Përmendja e kënaqësisë shihet si diçka e papastër, si një luks që nuk përputhet me mënyrën e tyre të jetesës. Kjo është arsyeja pse as nuk flitet për të. Askush nuk u tha atyre se ishte pjesë e lidhjes, askush nuk u shpjegoi se çfarë mund të përjetonin të dy. Kështu që e bëjnë pa pritur asgjë dhe vazhdojnë të njëjtën gjë. Sepse në atë mjedis nuk mësohesh të ndjesh, por vetëm të bindesh. Pyetje dhe përgjigje gjysmë të pjekura që nuk vijnë temat intime nuk mësohen, ato mësohen intuitivisht. Kur dikush ka dyshime, nuk shkon te prifti ose peshkopi, por te një kushëri, një mik, dikush që duket se ka pak më shumë informacion. Megjithatë, askush nuk e ka bërë të qartë plotësisht. Çdo gjë diskutohet me zë të ulët, me fjali të ndërprera, duke u përpjekur të shmanget të thuhet drejt për drejt ajo që dikush vërtet dëshiron të di.
Disa djem bëjnë pyetje të maskuara duke përdorur shaka ose shembuj të kafshëve të fermës. Nëse personi tjetër e kap aluzionin, ai ose ajo mund të përgjigjet me një shaka tjetër, nëse jo, tema zhduket. Nuk ka deklarata të prera ose shpjegime të sakta, vetëm për afrime. Vajzat ndajnë fragmente, njëra dëgjoi diçka në fshat, një tjetër kujton një frazë të paqartë nga motra e saj e madhe, por askush nuk konfirmon asgjë. Intimiteti ndërtohet nga copëza, shpesh të keq kuptuara. Kur dikush është shumë këmbëngulës, ai fillon të tërheqë vëmendjen. Nëse vazhdoni, mund të përfundoni duke u lënë mënjan. Thuhet se ai ecën me mendime që nuk janë të përshtatshme. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz preferojnë të mbeten të pasigurt sesa të rrezikojnë të pësojnë plagë. Gratë që guxojnë të ndajnë diçka, e bëjnë këtë me shumë kujdes. Ata përdorin gjeste, shikime, fraza si e di ose ajo gjëja që vjen më pas. Ata kur nuk i emërtojnë të gjitha, vetëm sa për ta kuptuar tjetri. Dhe nëse nuk e merrni, askush nuk këmbëngul. Ndonjëherë dyshimet më të ngutshme zgjidhen në mes të një bisede, ndërsa gatuani ose lani rrobat kur dikush zbulon të vërtetën. Askush nuk hyn në detaje, nuk ka përsëritje. Thuhet një herë, sikur të mos ishte asgjë. Burrat, nga ana tjetër, bëjnë komente të shkurtra midis detyrave, një shtrëngim në krah, një të qeshur me përmendjen e një emri, një vështrim që thot më shumë se 1000 fjalë. Ata nuk flasin shumë për këtë çështje, e konsiderojnë dobësi. Në këtë kontekst, informacioni rreth trupit nuk qarkullon hapur. Kalohet nga një person në tjetrin sikur të ishte një sekret që nuk duhet të dihet i të ri. Dhe kur dikush martohet, shpesh zbulon se pothuajse çdo gjë që ka dëgjuar është keq interpretuar. Kështu ndërtohet edukimi intim midis tyre, me gjysma, fraza të lirshme pa një origjinë të qartë dhe heshtje që peshojnë më shumë se çdo fjalë. Privatësia është e fshehur nëse ka dëshmitar në shumë shtëpi amish, mbërritja e një vizitori e ndryshon plotësisht rutinën. Bisedat zbuten, gjestet moderohen dhe detyrat kryhen me një rend të egzageruar. Por ajo që është më e dukshme është se si zhduket çdo gjurmë intimiteti. Ajo pak që ishte e fshehur tashmë në ditët normale, tani është fshehur edhe më shumë. Nëse të afërmit ose të njohurit flenë në të njëjtën çati, çifti shmang çdo kontakt. Ata nuk e prekin njëri tjetrin, as nuk e shikojnë njëri tjetrin. Ata ndajnë një tryez, luten dhe ndajnë detyrat, por pa asnjë gjest që të sugjerojë një lidhje të ngushtë. Nuk është turp. Është zakon. Askush nuk duhet ta vërë re se çfarë ndodh mes tyre. Kur vizita zgjat disa ditë, gjithçka rregullohet. Kontrolli rritet, rregullat bëhen më të rrepta dhe hapësirat private zhduken. Ndonjëherë përfundon duke fjetur në një dhomë tjetër, në hambar ose në dhomën e ndenjes. Afërsia ndalet pa pasur nevojë ta thuash. Por të gjithë e kuptojnë. Gratë i rregullojnë rrobat, lëvizin më me kujdes dhe shmangin ngritjen e zërit. Burrat i përsosin detajet, nuk qeshin me zë të lartë dhe nuk qëndrojnë vetëm me gratë e tyre. Në ato ditë, intimiteti fshihet nga harta. Sillet sikur të mos ekzistojë. Disa çifte e shfrytëzojnë këtë pauzë për t'u distancuar. Nëse tashmë kishte tensione, prania e të tjerëve shërben si justifikim për të shmangur njëri tjetrin. Të tjerë vuajnë prej saj. Ata do të donin të ndanin një moment, por nuk dinë si të pyesin pa thyer heshtjen që imponon vizita. Dhe kur më në fund largohen, rutina kthehet, megjithse jo gjithmonë e njëjtë. Ndonjëherë kontakti fizik duket i detyruar, sikur duhet të fillojnë nga e para. Në raste të tjera, as nuk përmendet. Supozohet se gjithçka do të vazhdojë si më parë. Gjëja e habitshme është se askush nuk e mëson këtë sjellje. Nuk ka udhëzime me shkrim se çfarë duhet bërë kur ka mysafir. Por të gjithë e asimilojnë shpejt. Ata e vëzhgojnë atë që në moshë të vogël, e imitojnë si adoleshent dhe e zbatojnë si të rritur pa diskutim. Sepse në atë kontekst, intimja nuk shfaqet kurrë. As brenda shtëpisë së vet.
paralajmërime të përshpëritura para angazhimit midis amishëve, ka gjëra që nuk shkruhen, nuk mësohen dhe aq më pak diskutohen hapur. Ato janë fraza, paralajmërime ose këshilla që transmetohen nga një person të tjetri me zë të ulët, pothuajse gjithmonë në formën e një përshpëritjeje. Ato nuk vijnë nga kisha apo nga libra. Ato vijnë nga dikush që ka përjetuar diçka dhe ndjen se duhet ta thotë, edhe nëse nuk e di saktësisht se si. Ndonjëherë është një nën që, pak para dasmës, i thot diçka shkurt vajzës së saj. Ai nuk e shpjegon, mezi lë të kuptohet. Përdor terma të paqarta, dërgon një sinjal. Nuk është dialog. Nuk është orientim. Është thjesht një frazë e rastësishme që lë më shumë pyetje se sa përgjigje. Herë të tjera, është një mik që ka jetuar gjatë rumspringës dhe ndan atë që ka kaluar ai. Flisni shpejt, me kujdes. Shmangni detajet. Përdorni çelësat. Ai nuk dëshiron telashe, por as që dëshiron që personi tjetër të martohet pa asnjë ide. Ai e thot fshehurazi, vetëm midis tyre. Ka edhe gra të moshuara që i kanë kaluar të gjitha dhe zgjedhin ta paralajmërojnë një grua të re për atë që mund të hasë. Ata nuk ofrojnë udhëzime të qarta. Ata përmendin vetëm atë për të cilën askush nuk i paralajmëroi. Ata flasin me zë të ulët, pothuajse pa ngritur kokën. Është mënyra e tyre për të parandaluar, edhe pse e dinë se nuk ndryshon asgjë. Por këto fraza nuk përsëriten. Askush nuk i riafirmon ato. Nëse dikush dëshiron t'i rikthehet, pala tjetër ndryshon temë. Është vepruar sikur nuk është thënë asgjë. Sepse në atë mjedis të folurit shumë mund të interpretohet si thyrje e rregullave. Ndonjëherë këto fjalë vijnë shumë vonë. Të tjerët gjenerojnë më shumë dyshime se sa siguri. Por për shumë njerëz është e gjitha që marrin përpara se të hyjnë në një jetë që nuk e kuptojnë plotësisht. Ato nuk shpjegojnë asgjë, por shërbejnë si pikënisje. Edhe nëse nuk çojnë askund. Problemi është se, meqense nuk ka me këtë flasësh për këtë, ajo që u dëgjua mbetet e njëjtë. Nuk sqaron, nuk rregullon, nuk përmirëson. Thjesht përsëritet në mendjen tënde, vazhdimisht, pa e ditur nëse është e vërtetë. Dhe të gjithë bëjnë atë që munden me të. Sepse në komunitetin amish, ndonjëherë e tëra çfarë ka dikush përpara se të fillojë një jetë të re është një frazë e shkurtër, e thënë kalimthi. Dhe asgjë tjetër. I vetmi vend ku ata mund të ndjejnë në çdo shtëpi amish ka një cep ku fëmijët fshihen për disa minuta. Nuk është një vend i ndaluar, por as i zakonshëm. Mund të jetë hambari, një dhomë bosh ose një pjesë e bodrumit. Këtu shumë adoleshentë fillojnë të eksplorojnë ndjenjat e tyre pa i parë askush. Ata nuk e bëjnë nga rebelimi, e bëjnë sepse nuk kanë vend tjetër për ta bërë. E gjithë dita është plot me detyrime. Duhet të presësh dru, të bulmetosh, të qepësh, të mbash kova, të piqesh bukën. Gjithçka bëhet në grup, gjithçka mbi këqyret. Kjo është arsyeja pse ato momente të shkurtra vetmie bëhen të çmuara. Në atë cep, ata më në fund mund të mendojnë për atë që po ndodh atyre. Ata nuk e thonë, por mund të dallosh që diçka po fillon të lëviz. Disa e shfrytëzojnë atë moment për të prekur veten, për të njohur trupat e tyre pa frikë. Ata nuk e dinë nëse është gabim, por nuk kanë askënd për të pyetur. Ata nuk e emërojnë. Ata thjesht e bëjnë shpejt në heshtje si diçka që fshihet më vonë. Të tjerë thjesht ulen dhe reflektojnë, duke rishikuar atë që ndjen kur dikush i shikojë ndryshe ose kur pan diçka në fushë që ua ngjalli kuriozitetin. Askush nuk flet për ato hapësira. Ata nuk përmenden në shtëpi. Për të rriturit, ato nuk ekzistojnë. Por të gjithë kaluan atje. Të gjithë kishin atë cep të fshehtë ku filluan të vinin re se kishte gjëra që nuk mësohen, por prapë se prapë ndihen. Është një vend i vogël, por bëhet transcendental. Me kalimin e viteve, ai cep është braktisur. Kthehet në atë që ishte, një depo, një shkallë, një cep i harruar. Nuk është më e nevojshme, sepse çdo gjë intime përshtatet në rutinë. Por kujtesa vazhdon. Jo për shkak të asaj që ndodhi atje, por sepse ishte i vetmi vend ku askush nuk e ndërpreu atë që secili prej nesh po fillonte të zbulonte. Asgjë nuk mbetet nga ai moment. Pa koment.
Por pothuajse të gjithë, nëse do të pyeteshin seriozisht, mund të thoshin saktësisht se ku ishte cepi i tyre. Veshja si një formë kontrolli që në moshë të vogël, amishët mësojnë se veshja nuk ka të bëjë vetëm me mbulimin e trupit, por me të treguarit se janë pjesë e grupit. Çdo veshje ka arsyen e vet, fundet, kapelat, atraksionet, gjithçka ndjek një rend. Por përtej kësaj, veshja përcakton edhe se çfarë mund të bëhet me trupin dhe çfarë jo. Gratë duhet të veshin fustane të gjata dhe përparse që mbulojnë qafën. Nuk ka dekolte të ulta, nuk ka mëngë të shkurtra, nuk ka pëllura të ngushta. Gjithçka është e lirshme, pa kontur. Nëse dikush lëviz ndryshe ose ecën më lirshëm, shikimet vijnë shpejt. Ideja është të shmanget çdo vëmendje, as me trup dhe as me gjeste. Burrat gjithashtu kanë rregulla të qarta. Asnjë bluzë e ngushtë apo pantallona moderne. Veshjet duhet të jenë funksionale dhe diskrete. Nëse dikush del me diçka të ndryshme, komentet nuk vonojnë të vinë. Zëri nuk ngrihet, por shprehjet ose frazat delikate i thon të gjitha. Poshtë atyre rrobave, shumë veta mendojnë se nuk ka vend për të tërhequr ose për të ndjerë të dëshiruar. Vajzat nuk vishen për të kënaqur, por për të performuar. Djemt nuk kërkojnë të bien në sy, vetëm të përshtaten. Dëshira ruhet midis kopsave, zinxhirëve dhe pëllurave të trasha. Gjatë rumspringas, disa provojnë rroba të tjera. Ata veshin xhinse, bluza, fustane me forma. Ata nuk e përmendin në shtëpi. Ata e bëjnë këtë jashtë, fshehurazi, kur askush nuk po i shikon. Në fillim ata ndihen të pakëndshëm. Më pas, pak më i lirshëm. Por kur të kthehesh, gjithçka është e ruajtur. Fshehjet e reja dhe kthimet e zakonshme në trup. Askush nuk thot se si ndikojnë rrobat në intimitet. Nuk thuhet se shuan edhe dëshirën ose krijon distancë. Por ndodh. Jo vetëm që mbulon, por edhe kufizon. Edhe pse mund të duket si një detaj i vogël, për shumë njerëz bëhet një mënyrë tjetër për të gjurmuar atë që mund të ndihet. Kur dikush i heq ato rroba për herë të fundit, nuk e bën gjithmonë nga rebelimi. Ndonjëherë thjesht dëshiron të përjetosh se si ndihet të jesh në trupin tënd pa kaq shumë rregulla që të varin nga trupi. Askush nuk pyet se si përfundoi ajo kur një grua lind, e gjithë vëmendja shkon tek fëmia. Vizitorët mbërrin, gratë e tjera ndihmojnë dhe burrat komentojnë për antarin e ri të familjes. Por askush nuk ndalet ta pyes se si është. Supozohet se pjesa e vështirë ka mbaruar dhe se tani thjesht duhet të ecim përpara. Pas lindjes, shumë gra ndihen ndryshe. Nuk është vetëm lodhje apo dhimbje. Është thjesht se trupi nuk reagon më njësoj. Disa ndihen në siklet, të tjerë refuzojnë çdo lloj kontakti. Por kjo nuk diskutohet. Rutina rifillon shpejt, sikur të mos kishte ndryshuar asgjë. Brenda pak ditësh ata tashmë po gatuajnë, pastrojnë dhe kujdesen për fëmijët e tjerë. Nëse dikush ankohet, i thuhet menjëherë se është normale, se të gjithë e kanë përjetuar, se thjesht duhet ta durojnë. Dhe meqense nuk ka hapësirë për ta shprehur atë, gjithçka ruhet diku tjetër. Burri, pothuajse gjithmonë, as nuk pyet. Ai beson se me kalimin e kohës gjithçka do të kthehet në normalitet. Ai nuk e vëren nëse ajo ka ndryshuar. Dhe nëse e vini re, supozojeni se do të kaloj. Nuk është mungesë për zemërsie. Ai kur nuk mësoi të shikonte përtej. Disa gra mendojnë se nëse vendosin një kufi, do të duken keq. Të tjerë përpiqen, por nuk gjejnë një mënyrë për ta thënë. Pra, ajo që ndjen nuk ka formë. Ata thjesht e dinë që diçka ka ndryshuar, por nuk e dinë nëse mund ta përmendin. Me kalimin e kohës, disa çifte largohen. Nuk ka diskutime, por nuk ka as dialog. Ai mendon se ajo nuk e do më. Ajo mendon se ai nuk e kupton. Dhe në atë kryqëzim heshtjesh, afërsia humbet. Disa po përpiqen të rimarrin kontrollin.
Ata riorganizojnë rutinën e tyre, kërkojnë më shumë hapësirë dhe flasin me një mik që ka kaluar të njëjtën gjë. Ata nuk kërkojnë zgjidhje magjike, vetëm pak lehtësim, edhe nëse është në heshtje. Askush nuk thotë se, pas lindjes, edhe intimiteti ka nevojë për kohë. Se jo gjithçka kthehet menjëherë. Se ka trupa që kërkojnë më shumë kohë. Se dëshirat nuk janë të barabarta. Dhe e gjithë kjo ka rëndësi, edhe nëse askush nuk e përmend. Trupi ndryshon, por askush nuk e përmend atë që në moshë të vogël, fëmijët amish mësojnë si të sillen, të punojnë, të luten, të përshëndesin, të binden rregullave. Ata u mësojnë atyre se ku të qëndrojnë, si të ecin, si të sillen në shtëpi dhe në mbledhje. Por kur trupi fillon të transformohet, nuk ka askush që të shpjegojë se çfarë po ndodh. Dyshimet lindin dhe ata nuk dinë me këtë flasin. Një adoleshent që fillon të vërejë ndryshime vepron sikur nuk po ndodh asgjë. Nëse ndjen diçka të çuditshme ose sheh diçka të re, e mban për vete. Ndonjëherë e krahason atë me atë që vërente një tjetër, nëse guxon ta komentojë. Burrat, duke parë transformime që nuk i kuptojnë, gjithashtu ngatërohen. Disa zgjedhin heshtjen. Të tjerë bëjnë shaka, por ndalojnë kur vën re fytyrat e të rriturve. Atyre u mësohet vetëm të vishen siç duhet, të mos shikojnë lart, të mos tregojnë emocione dhe të lëvizin lirshëm. Nëse një vajzë qesh me zë të lartë ose flet pa filtër, ajo korrigjohet. Nëse një fëmijë përmend trupin, ajo hiqet nga grupi ose i caktohet një aktivitet tjetër. Me kalimin e kohës, ata marrin më shumë përgjegjësi, por ende nuk ka askush që të flasë për trupin. Disa shkëmbejnë informacione me njëri tjetrin, duke formuar ide nga fragmentet e keqkuptuara ose nga gjëra të dëgjuara kalimthi. Atë që nuk e kuptojnë, e përfundojnë sa më mirë që munden. Atë që nuk din ku ta vendosin, e heshtin. Gjatë adoleshencës, shumë vajza ndjejnë gjëra të reja pa e ditur pse. Disa njerëz flasin për këtë me një mik. Të tjerë preferojnë të mos thonë asgjë. Edhe fëmijët e përjetojnë këtë, por nuk kanë fjalë për ta shpjeguar. Secili shpik versionin e vet në klas, flasim për rrëfimet, leximin, fen. Ajo që ndodh në trup nuk përmendet. Nëse diçka ndryshon, pritet që ata ta trajtojnë vetë. Por askush nuk pyet. I mësojnë të gatuajnë, të ndërtojnë, të mësojnë përmendësh pasazhe. Por jo për të shprehur atë që po ndodh brenda. Çdo impuls, çdo dyshim, çdo tërheqje përballohet pa ndihmë. Personalia lihet e lirë. Dhe të gjithë bëjnë atë që munden me të. Heshtja e dëmtimit për të ruajtur imazhin kur diçka kërcënon paqen brenda një komuniteti amish, reagimi nuk tregon gjithmonë ndëshkim. Gjëja kryesore është të mos prishësh rendin. Një takim i brendshëm thirret. Pleqt mblidhen së bashku. Ne flasim me të afërmit. Dhe në varësi të asaj që ndodhi, vendoset se çfarë të bëhet. Nëse dikush kalon një kufi personal ose e detyron një person tjetër të futet në një situatë të vështirë, thirren pleqt. Ata dëgjojnë atë që thuhet. Ata pyesin nëse ishte e qëllimshme. Ata i kërkojnë personit të përfshirë të pranojë se çfarë ka bërë. Nëse pranoni, masat zbatohen brenda grupit. Ndonjëherë ai humbet detyrat, i kërkohet të flasë para të gjithëve ose i kërkohet të heshë për një farë kohe. Nuk kërkohet ndihmë nga jashtë. Kushdo që ka marrë dëmin, kërkohet të vazhdojë. Ata flasin me të për faljen. Ata i kërkojnë atij të durojë. Nëse nuk e pranon atë rrugë, mund të izolohesh. Sistemi është i konfiguruar për t'i mbajtur gjërat të njëjta. Ngarkesa nuk shpërndahet në mënyrë të drejtë. Ajo që ndodhi mbetet mes disave. Familjet e trajtojnë atë në shtëpi. Parandalon përhapjen e tij. Për të mbrojtur besimin, ajo që diskutohet është e kufizuar. Nëse dikush i drejtohet një autoriteti të jashtëm, gjithçka ndryshon. Shfaqen mbrojtjet. Grupi mbyllet plotësisht. Nëse personi që shkaktoi problemin është ende në të njëjtin vend, ai nuk zhvendoset.
Ju mund të vazhdoni të merrni pjesë në tubime fetare me personin e prekur. Ndryshimi pritet vetëm në qëndrimin tuaj. Konsiderohet e zgjidhur. Askush nuk e kontrollon hapur. Por ka edhe nga ata që nuk e harrojnë. Gratë mbajnë më shumë peshë. Ata mësohen të mos përçahen, të kujdesen për imazhin e familjes, të mos ankohen. Nëse largohen nga ajo vi, marrin vështrime të tjera. Ata pritet të heshtin. Dhe shumë e bëjnë. Vendimet bazohen në rregulla që nuk janë të shkruara, por të gjithë i dinë. Askush nuk i shpjegon ato në detaje, por ato prapse prap përmbushen. Ajo që ndodhi është ruajtur. Detyrat vazhdojnë. Por ajo kujtesë nuk zhduket. Mbetet aty si një shenjë e asaj që nuk duhet emërtuar. Presioni i heshturit të mos qenit prindër në jetën e amishëve, të kesh fëmijë nuk është një zgjedhje, është pothuajse një detyrim. Çdo çift pritet të formojë një familje të madhe. Dhe kur kjo nuk ndodh, askush nuk e përmend me zë të lartë, por të gjithë e vënë re. Ardhja në jetë e një fëmije është pjesë e udhëtimit. Nëse nuk ndodh, gjithçka fillon të duket e çuditshme. Çiftet që nuk kanë fëmijë pas një kohe fillojnë të marrin fraza të buta. Sugjerime që duken të sjellshme, por sjellin presion. Komente mbi durimin, mbi besimin. Pamjet ndryshojnë. Vizitat janë të mbushura me sugjerime. Gjithçka bëhet e çuditshme, edhe nëse askush nuk e thot drejt për drejt. Gratë mbajnë më shumë peshë. Edhe nëse askush nuk i akuzon, shumë ndihen fajtor. Disa përpiqen të zënë hapësira të tjera, ndihmojnë me nipërit, bashkëpunojnë në shtëpi të tjera dhe i përkushtohen plotësisht detyrave në grup. Por boshllëku është i dukshëm. Mungesa është aty. Edhe burrat e perceptojnë atë. Të qenit baba lind brenda grupit. Ata që nuk janë, lihen jashtë. Ata kanë më pak opinione. Ata nuk thirren për vendime të rëndësishme. Ata humbasin praninë. Por ata nuk komentojnë për këtë. Ata thjesht largohen. Disa çifte kërkojnë përgjigje jashtë. Ata shkojnë në qytete të tjera. Ata pyesin në heshtje. Ata provojnë atë që dikush i këshilloi. Por ata nuk tregojnë se çfarë bëjnë. Ata kanë frikë të duken sfidues. Sikur po vinin në dyshim se çfarë pritet prej tyre. Kur nuk marrin rezultate, gjithçka qetësohet. Ndryshimet intime. Bisedat për të ardhmen po bëhen më të shkurtra. Marrëdhënia merr një ritëm tjetër. Disa e pranojnë me qetësi. Të tjerët e mbajnë brenda, në heshtje. Në grupet e grave, tema qendrore është lindja e fëmijës, foshnjat dhe recetat për të porsalindurit. Ato që nuk janë nëna lihen jashtë. Ata nuk i përjashtojnë, por gjithashtu nuk kanë askënd me të cilin të flasin për atë që nuk e kanë përjetuar. Disa përpiqen ta mbushin këtë boshllëk në mënyra të tjera. Ata kujdesen për të moshuarit, u mësojnë fëmijëve dhe organizojnë gjithçka të nevojshme. Përpjekjet e tyre njihen, por ata e dinë se diçka mungon. Dhe kur dikush pyet për fëmijët që nuk mbërritën kurrë, ata përgjigjen me një fjali të shkurtër. Që të mos shkatërohet ajo që është ndërtuar tashmë. Rregulla të fshehura nën çarçaf në jetën e përditshme, çdo gjë që bën drejtohet nga rregulla. Jo vetëm punët e shtëpisë apo lutjet, por edhe ajo që ndodh në shtrat. Edhe pse nuk është shkruar në asnjë tekst, ekziston një mënyrë e saktë për të vepruar. Edhe në intimitet ekziston një mënyrë që pritet. Askush nuk e shpjegon, por të gjithë e kuptojnë, duhet të zbatosh rregullat pa devijuar nga ajo që është përcaktuar. Në shumë shtëpi, koha fizike midis çifteve bëhet thjesht një rutinë tjetër. Nuk flitet për atë që pëlqejet ose nuk pëlqejet.
bëhet sepse është e nevojshme. Nëse dikush propozon një ndryshim, kjo krijon shqetësim. Nëse sugjeron diçka të ndryshme, është shqetësuese. E zakonshmja të jep qetësi mendore. E reja duket si një rrezik i panevojshëm. Disa burra sillen sikur e din çfarë po bëjnë, por kur nuk pyesin nëse është në rregull. Ata përsërisin atë që mendojnë se është e përshtatshme. Gratë, shumë herë, thjesht shoqërojnë. Jo sepse duan, por sepse nuk dinë zgjidhje tjetër. Nuk ka vend për të thënë jo kështu ose do ta preferoja ndryshe. Nëse nuk thuhet, nuk ekziston. Në disa komunitete ka rregulla që ndalojnë gjeste ose qëndrime të caktuara. Ato shihen si të papërshtatshme. Nëse dikush provon diçka të tillë, mund të mos e pëlqejë shumë. Nuk ka rëndësi nëse ka qenë privatisht. Nëse komentohet, peshon. Nuk ka vende ku mund të mësosh. Askush nuk të mëson si të kesh një marrëdhënie të rehatshme. Kaporali kuptohet si një detyrë, jo si diçka e përbashkët ose e vetëdijshme. Një mënyrë përsëritet sepse pranohet, jo sepse funksionon. Disa gra komentojnë në heshtje se ndjejnë se diçka mungon. Ata do të donin të ishin në gjendje ta flisnin atë. Por ata nuk dinë si ta fillojnë këtë bisedë. Dhe meqense se as burrat nuk e ngrenë këtë çështje, çështja mbetet aty duke u rrotulluar pa përgjigje. Në kish, kjo çështje nuk trajtohet. Përmenden respekti, detyrimet, familja. Por nuk trajton kurrë atë që ndodh kur dy njerëz ndajnë një shtrat çdo ditë pa ndier një lidhje të vërtetë. Nuk ka udhëzime. Askush nuk dëgjon. Ekziston vetëm ideja se gjithçka do të jetë mirë nëse gjërat bëhen si zakonisht. Me kalimin e kohës, aktivitetet fizike bëhen thjesht një rutinë tjetër. Diçka që bëhet, kryhet dhe harrohet. Interesi zhduket. Afërsia bëhet një gjest mekanik. Askush nuk e thot, por të dy e vënë re. Dhe kështu, pa protesta apo britma, rregullat e pashkruara vazhdojnë të sundojnë. Edhe aty ku duhet të ketë liri, mbizotëron, kështu duhet të jetë. Dhe ajo që duhet të bashkojë përfundon duke qenë një pjesë tjetër e zakonit. Të jetosh së bashku pa ndarë atë që dhem me kalimin e viteve, jeta si çift midis amishëve mbetet funksionale. Fëmijët rriten, toka punohet, gatuhet, pastrohet, lutet. Gjithçka sillet rreth punës. Ajo që ndihet nuk zhduket, por mbetet e ruajtur. Askush nuk e përmend. Thjesht qëndron. Ka martesa që kalojnë dekada pa i thënë një fjalë të dashur njëra tjetrës. Nuk është se nuk e duan njëri tjetrin. Është se ata mësuan ta shprehin atë me fakte. Ajo përgatit ushqimin. Ai rregullon atë që është prishur. Ata janë atje. Dhe kjo mjafton. Edhe pse ndonjëherë nuk është e mjaftueshme. Shumë gra i kalojnë ditët e tyre të zëna pa ndjerë se dikush po i dëgjon. Ata bëjnë gjithçka, rrisin, rregullojnë, mirëmbajnë shtëpinë. Por brenda, ata ndjejnë një boshllëk që nuk dinë si ta quajnë. Ata e marrin atë si pjesë të rolit të tyre. Dhe e mbajnë atë vetëm sa më mirë që munden. As burrat nuk e kanë më të lehtë. Ata ndjejnë se ja kanë borxh vetes pa u ankuar. Nëse diçka i rëndon, ata punojnë më shumë. Nëse diçka ja caron, ata shpërqendrohen me diçka tjetër. Ata nuk e thonë. Ata vazhdojnë sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Emocionale është varrosur. Me kalimin e kohës, çifti humbet lidhjen. Ata nuk e prekin më njëri tjetrin. Ata nuk janë më të dëshiruar. Jo sepse nuk ka dashuri, por sepse ajo pushoi së rrjedhuri. Meqense askush nuk mëson se si ta transformosh këtë, rutina përsëritet. Intimiteti bëhet një detyrë. Asgjë tjetër. Ajo distancë nuk zhduket. Thjesht përshtatet. Disa plaken pa e ditur se çfarë ndjeu në të vërtetë tjetri. Nëse njëri vdes, tjetri bën gjën e duhur. Ajo qan, ajo thot lam të mirë. Por ai mbetet me pyetje që nuk i bëri kurrë. Dhe nuk ka më askënd që tua kërkoj atyre. Ndonjëherë, ajo që nuk thuhet ndihet në trup. Dhimbje e pashpjegueshme, lodhje e vazhdueshme, humor i keq pa shkak.
Ata shkojnë te mjeku. Ata luten më shumë. Por askush nuk e merr parasysh se ndoshta kjo është për shkak të gjithçkaje që mbajnë brenda. Me kalimin e kohës, heshtja bëhet pjesë e mënyrës së tyre të qenin. Emocionet nuk shuhen. Ata fshihen. Ato përzihen në rutina. Dhe ata qëndrojnë aty brenda. Sikur të ishin pjesë e personalitetit. Përgjithmonë. Përjashtimet që thyen heshtjen brenda botës amish, kishte njerëz që guxuan të flisnin hapur. Nuk kishte shumë. Por në disa shtëpi, dikush doli nga kufi dhe tha se diçka nuk ishte në rregull, se donin ta jetonin marrëdhënien e tyre ndryshe. Nuk ishte e shkruar, por ishte e dukshme. Një grua foli me burrin e saj rreth mënyrës se si po e përballonin intimitetin e tyre. Ajo e tha një natë, me qetësi, pa e ngritur zërin. Ai nuk dinte çfarë të përgjigjej. Ai heshte, i habitur. Por që nga aty, gjithçka filloi të ndryshonte. Lidhja nuk u thye, por mënyra e të dëgjuarit të njëri tjetrit u transformua. Në familje të tjera, dikush shkonte te peshkopi. Nuk ishte për të akuzuar, por për të shprehur se martesa nuk po funksiononte. Ajo dashuri nuk mjaftoi. Ndonjëherë ata merrnin mirë kuptim. Ndonjëherë jo. Por zakoni i të pretenduarit se gjithçka ishte në rregull ishte ende i prishur. Gjatë Rumspringas, disa të rinj zbuluan një mënyrë tjetër për të folur rreth trupit, dëshirës dhe dashurisë. Disa u kthyen. Të tjerët vendosën të mos ktheheshin. Ata që u larguan e dinin se ajo që mbahej gjithmonë e heshtur brenda, thuhej jashtë. Dhe ata gjithashtu e kuptuan se nuk donin më t'i ndiqnin ato rregulla. Një grua zgjodhi të qëndronte vetëm. Jo sepse dikush e donte, por sepse ajo nuk donte të vazhdonte të jetonte në atë mënyrë. Ai e vazhdoi rutinën e tij, punoi, mori pjesë në mbledhje. Ai i përmbushi detyrat e tij si gjithmonë. Por pa partner. Thuaj se e shikuan çuditshëm, por askush nuk i tha asgjë drejt për drejt. Kishte edhe prindër që guxuan të flisnin me fëmijët e tyre për trupin. Pa libra, pa bujë. Ata përmendën vetëm gjërat thelbësore. Nuk kishte dënim. Askush nuk i dëboi ata. Por që atëherë, ato janë parë ndryshe. Këto gjëra nuk përmenden publikisht. Ato nuk shfaqen në lutje dhe as nuk diskutohen në takime. Por ata qëndrojnë. Në gjeste, në fraza individuale, në momente që bien ndesh me zakonin. Të bësh diçka ndryshe nuk ndryshon gjithçka. Ndonjëherë e lë personin që e bën atë më të vetëm, më të hutuar. Por ajo hap edhe një rrugë. Një fjali mund të shënojë një para dhe një pas. Një ankesë e thënë pa frikë mund të lërë diçka të re. Sa herë që dikush thot atë që është shmangur gjithmonë, hapet një çarje. Pak ajër hyn që andej. Jo për të shembur gjithçka. Vetëm që edhe dikush tjetër një ditë të mund të marrë frymë. Të martohesh pa e ditur se çfarë vjen më pas midis amishëve, askush nuk mban një fjalim martese para se të martohet. Nuk ka këshilla apo takime që sqarojnë se çfarë do të vijë. Gjithçka mësohet gjatë rrugës. Por kur bëhet fjalë për çështje intime, kjo mungesë drejtimi bëhet një problem që shumë veta as nuk dinë si ta emërtojnë. Një i ri martohet pa folur kurrë për atë që dëshiron. Një vajzë martohet pa e ditur se çfarë pritet prej saj përtej lindjes së fëmijëve. Askush nuk i mësoi ata si të komunikojnë, si t'i dëgjojnë të tjerët ose si të shprehin atë që nuk u pëlqen. Gjithçka fillon pa udhëzime. I verbër. Gjatë javëve të para, shumë njerëz ndihen të çorientuar. Disa përsërisin atë që vëzhguan gjatë Rumspringas, të tjerët thjesht bëjnë atë që mendojnë se duhet të bëjnë. Nëse ka shqetësime, kjo nuk diskutohet. Nëse ka frikë, ajo fshihet. Nuk ka vend për të pyetur.
Kur lind fërkimi ose konfuzioni i parë, reagimi është më intensiv. Më shumë gatim. Koha po mbushet. Dashuria është e kamufluar si rutinë. Seksi është i përfshirë në kalendar. Dhe ajo që të shqetëson, mbahet brenda. Me kalimin e kohës, disa çifte fillojnë ta shmangin njëri tjetrin. Jo sepse e refuzojnë njëri tjetrin, por për shkak të shkëputjes. Ata nuk e kërkojnë njëri tjetrin, nuk e prekin njëri tjetrin. Ata bëjnë vetëm atë që u është caktuar. Meqense se askush nuk i mësoi si të flisnin për këtë, ata supozojnë se është normale. Nuk ka klasa, nuk ka libra, nuk ka shembuj. Referenca e vetme është heshtja. Dhe nga aty, të gjithë përshtaten sa më mirë që munden. Ndonjëherë me durim. Ndonjëherë me dhimbje. Disa njerëz guxojnë të bëjnë një pyetje, por marrin përgjigje të shkurtra. Do ta kuptosh këtë. Nuk ka nevojë të thuash kaq shumë. Dhe kjo mjafton. Edhe pse brenda gjithçka mbetet e njëjtë. Në një kulturë ku gjithçka mësohet duke bërë, intimja lihet jashtë. Nuk ka hartë. Nuk ka fjalë. Vetëm provë. Dhe gabim. Dhe kur njëri nga të dy nuk mund ta durojë më, ndonjëherë distancohen pa u larguar. Ata janë ende në të njëjtën çati, por nuk e shohin më njëri tjetrin në të njëjtën mënyrë. Sepse askush nuk i mësoi ata se edhe ata duhet të mësojnë të duan veten. Jo vetëm për t'u bindur. Jeta seksuale midis amishëve bazohet në norma të ngurta, sjellje të përsëritura dhe role familjare të përcaktuara mirë. Që nga adoleshenca e tutje, të rinjt mësojnë rreth trupit, dashurisë dhe intimitetit jo përmes edukimit formal, por përmes vëzhgimit të heshtur brenda shtëpisë dhe komunitetit. Më shumë se 90% e komuniteteve amish nuk përfshin asnjë lloj edukimi të qartë seksual në shkollat ose mjediset e tyre fetare. Seksi kuptohet si pjesë e martesës, jo si një hapësirë për shprehje personale. Intimiteti përfshihet në rutinë me një ndjenjë të fortë detyre. Marrëdhëniet seksuale midis bashkëshortëve zakonisht ndjekin një model ciklik dhe të parashikueshëm, rrallë të ndikuara nga dëshira spontane. Objektivi kryesor është riprodhimi. Nuk është rastësi që shumë familje amish kanë midis 8 dhe 12 fëmijë dhe në disa raste deri në 15. Kjo shkallë e lartë lindshmërie lidhet drejt për drejt me pikpamjen fetare që e konsideron pjellorinë një bekim hyjnor dhe një përgjegjësi të përbashkët. Brenda shtëpisë, shfaqjet e përzemërsisë jepen me rezervë. Përkëdheljet, përqafimet ose gjestet romantike zakonisht nuk shprehen para të tjerëve, madje as para fëmijëve. Në shumë martesa, lidhja emocionale i nënshtrohet detyrave të përditshme dhe lidhja fizike bëhet një akt përsëritës në vend të një hapësire për takim. Në shumë komunitete, disa praktika intime madje dekurajohen si të papërshtatshme, edhe pse nuk ka rregulla të shkruara që i ndalojnë ato. Mungesa e dialogut të drejtpërdrejtë mbi këto çështje i lë shumë çifte të përballen me konfuzion ose frustrim pa mjetet për t'i zgjidhur ato. Në kontekstet ku heshtja mbron rendin, edhe emocionet shtypen. Gratë, në veçanti, rriten për të qenë të disponueshme pa asnjë diskutim, ndërsa burrat mësohen të binden pa e kuptuar domosdoshmërisht se çfarë po përjeton pala tjetër. Në këtë mjedis, dëshira merr forma indirekte. Emocionet shprehen përmes akteve të shërbimit dhe jo përmes fjalëve ose gjesteve fizike. Harmonia ruhet duke shmangur konfliktin dhe çdo përpjekje për të ndryshuar ekuilibrin e vendosur mund të shihet si shkelje e respektit për grupin. Jeta seksuale midis amishëve nuk përjetohet si një ndjekje personale, por si një komponent funksional i një strukture më të gjerë, martesës, komunitetit dhe traditës.